Pasi kishte pritur 100 vjet në errësirë, grushti i hekur të Eonit, më në fund kishte gjetur Martin, trashëgimtarin e tij. Por a do të mund të arratisen Marti dhe miqtë e tij nga mizëria e ninjave që ishin dërguar nga ndjekësit e generalit për t'i gjetur? Por t'i përkeqësuar më tepër gjërat, von Reimer, i presidenti i Kullës së Hekurt, kërkon të kap me dëshpërim thjeshtrën e tij, Erin. Çfarë plane sekrete ka ai? Do ta zbulojmë së shpejti. Në këtë botë kaq të madhe, një moment apo një çast që të mund të ndaj. Po do të qeshësh me mua dhe një botë më të mirë do shikosh më pas. Dhe ëndrat pa fund do të kesh dhe me ty do t'jem për gjithmonë. E zemrën të ty do t'kem unë për gjithmonë. Ti do të triumfosh, jo s'kemi frikë në botë, ti do të kuptosh. Asi jeton Afrikën jo nuk tregojnë, ku do të shkosh më pas ti do të triumfosh. Ku do të shkosh ti do të triumfosh, jo s'kemi frikë në botë, ti do të kuptosh. Asi jeton Afrikën jo nuk tregojnë, ku do të shkosh më pas ti do të Trashëgimtari i grushtit. Kjo është? Po, tani jemi mirë. Ata s'mund të na ndjekin deri këtu. Sa vrap që bëm! Është më e vështirë me 4 këmbë se sa me 2, e dini? Marti, unë jam një qenë robot, je një makineri stërvitjeje. Ty quhet ta Kush e di si punon kjo? Si hodhi lart ata rojet me një goditje të vetme. Çfarë? Prit një moment. Mos do të thuash që ata unë poshtë nga fuqia jote? Jo, nuk e thash. E bëri vetë këtë gjë. Sikur t'ishte një robot i gjalla, ku di unë se çfarë. Hiqe para se të na sulmojnë ne! Grushti keq! Si ke hallin me që çmendur gjë? Çfarë gjëje të bukur që gjeta? Ti je hotaq komplet. Si ke hallin ti? Përsëri ngathet pas gjithë kësaj praktike? Më çmendet të paaftët. Më fal, olele Juri. Tani kërko shënjestrën ton. Atë rimori kjo. Shef, kam dëgjuar gjëra të frikshme për ata ekskavatoristët njerëzor. Ata vjedhin pjesë të robotëve. Po, edhe nëse nuk shikojnë ata të kapin dhe të marrin qarqet. Po. Ju more hutaq, s'keni mësuar asgjë këto 3 vitet e fundit? Mos e bëm gjitha të stërvitje që ju të keni frikë që në rastin e parë? Kujtojani gjithmonë vetes fjalët e fundit të Spinozës, hajdutit më të madh të gjitha kohërave. Miq robot hajdut, nuk ka asgjë që s'mund të vijë të këtë botë. Vetëm se ndonjëherë është shumë vështirë. Marti, shikoti! Po e shtrëngon kraun, Çfarë po thua kështu? Edhe mua më dhëm. Atëherë pse nuk të hiqet? Pse? Po nga ta diun pse. Dhe nëse ma shikon babi këtë gjë në dorë do të tërbohet fare. Hiqe! Një sekund, më letë shtim, Marti! Po ma përdrev qafën. Më ndihmo të lutem, Eli, më ndihmo! Mirë, prit pak. Buton. Buton. Tu shtërmërua hunda. Për të qeshur. Prit, më lërmur. Nuk e kuptoj se të nga përqeshur. Ej, shef, më thuaj, çfarë ka të gjën të krauaj? Kush e di nëse... Më duket e shtrenjtë. Mendoj se do jetë më mirë që... Hiqe me një herë atë Të thash që nuk di se si ta heq. Hajde këtu. Mirë, ndryshimi planeve, do provojmë të marrim atë. Por, ai duket një djalosh kaq e mirë sa... Dhe shikoj pak atë qenin që bën shur. Ju frikacak, doni të shkatërroni misionin e parë. Mos i harruat fjalët e Spinozës të madh. Hiqe!
sa mos më shaka! Elektriqe! Marti! Çfarë po ndodh? Jo përsëri, jo! Ku shkoj ai? Çfarë? Nuk na pritja ine? Mirë pra, mjaft tani! Mos u shtirë si ku nuk e di se ç'po bën Marti. Marti Kjo po nuk të do të shikoj. dalë. Çfarë të bëj unë tani? Mrekulli, besoj se s'mund të themi që ishim për shëtitje. Përshëndetje. Cila është kjo shoqja jote ere? Ç'kemi babi? Marti, në çfarë telashi e futur tani? E po babi, ç'të të them? Nuk është ashtu si mendon ti. Unë nuk e kam marrë tek zona e ndaluar. E po e hoqa, më në fund. Unë shkova në zonën e ndaluar, por dua të them që nuk e vodha. Kjo gjëja këtu e më kafshoi vet. Pastaj doli një dritë. Çfarë? Grushti? Shef, çfarë po bën aty? Sigurisht kisha të drejtë. Ajo është një gjë e jashtëzakonshme. Do ta vjedh me çdo kusht. Cili është plani, shef, tani? Për momentin, bravoni! Shef! Në pritë dhe neve, shef! Gafi. Erën tjetër do të shkatroj vetë. Charlie, dil nga ky korridor sekret. Mos shiko mbrapa. Por mjeshtër, Ik, por... largo. Mjeshtër... Marti, biri, ti duhet të mbietosh. Charlie, po të besoj djalin tim, Martin. Generali do të rindërtohet së shpejti. E vetmja gjë që mund të luftoj kundër ti është grushti e Eonit. Kështu unë poshta i 90 vjet më parë. Marti është pasardhësi i vetëm i familjes së grushtit. Gafi, roja i familjes, ka për detyrë të ruajë të sigurt grushtin. Një ditë, ai do të vi ta kërkojë Martin, por deri atëherë, kujdesu për djalin tim. Pra koha erdhi më në fund. Shpresoj që ti jesh gati, Marti. Nuk e kuptoj përse më ndihmove sot. Nëse do të dije se ç'lloj njerëzish më ndjekin mua. Më fal që të futa në këtë Oh temosh. jo, çfarë po thua kështu? Ishte mrekulli që ju dha maksve atë që meritonin. Edhe me qëra fjala, unë fola me babin dhe ne vendosëm që do donim që ti të rije me ne.
Nuk duket I mrekullueshëm qielli sonte. Ta shiko pak sa shumë yje. Nuk e kam parë kur qiellin me kaq shumë yje. Shiko, duket sikur lëvizin. Çfarë? Ai s'është yll, është një xixëllonj shkretëtire. Një xixëllonj shkretëtire? Po, është një lloj insekti I veçantë që lëshon dritë. Donjëherë kur s'kemi bateri, kapim një tufë si ato dhe I mbyllim në një vazo. Pastaj I varim sikur të jenë llampa. Wow, duken shumë të bukura. Mirë. Atëherë do ta kap një për ty. E kam bërë me miliona herë këtë gjë. Se që ta dish ti Ili, unë jam profesionist për këtë. Ej, kujdes! Qetëso, vajz. Jam profesionist, thash. Tani do ta kap një për ty. Hop. Hop. Ja edhe pak. Hop. Thuaj se e kapa. E kapa një më duket. Sinqerisht, kapiten, ishte një grusht I mrekullueshëm. Patetike! Ju më poshti një fëmijë, një kënjeshtër për të mbuluar pasostin tuaj! Kapiten, jemi gati! Por është e vërtet, kapiten. Kulla e hekurt mbetet pajisja prej hekuri më e rëndë që është prodhuar në këtë hemisferë. Sidoqoftë, është e vërtet që e kemi rritur prodhimin në të gjitha zonat e shkretëtirës. Po thuajse kemi mbaruar të gjitha burimet tona lokale dhe në këtë pikë unë mund t'ju them se Zona e 17 e zona e vetme e paprekur që ndodhet në pronësi të kullës së hekurt. Të gërmojmë atje zgjidhja e vetme që kemi. Gërmimi në atë vend do të na lejojë të mbajmë prodhim në nivele të njëjta për të paktën 5 vite të tjera. Zona e 17. Kam një plan tjetër më të bukur për këtë. Por, zoti president, Largoni. Zoti president, është thuajse gati. Njësia qendrore e procesorit u riparua. Goxha punë. Punë e lodhshme që do t'ju shpërblehet. Për të përparuar më tej, na duhet të shajmë këtu në zonën. Tani sapo e verifikuan vendodhjen e saj. Lam të mirë, Marti. Më të shqetëso, bukuroshe, jam mirë. Hej, do të pëlqente të shkonim të ndronim vajin. Dora, grushti. Hej, Marti! Më zgjove! Edhe unë isha duke ndërruar si kur Charlie më kishte bler një qenë robot femër të klasën e parë. Edhe ajo më pëlqeu vërtet. Marti? Ili, prit! Më thuaj, ku më shkon kështu? U largove pa më thënë gjë. Pa të gjitha tyre që kemi kaluar së bashku të pak të s'ku të largoheshe në një moment më të përshtatshëm. Marti, s'duhet të... Ili, psi ike, çfarë ndodhi? Mendoj se unë duhet të iki vetëm tani. Isha shumë I shqetësuar. Mendova se ata djemë po të ndishtin përsëri. Forca, hip sipër, t'ikim që këtu. Nuk mund të kthehem më mbrapa. Po pse çfarë, si është puna? Sepse çfarë? Forca, kthehemi. Të lutemi, Ili, kthehemi tani. Po sikur ata rojet e kullës hekur të na shikojnë përsëri.
Ata po më kërkojnë mua. Nëse unë rri me ty, edhe ju do t'jeni në rrezik. Eli, ti nuk e di sa të rrezikshëm që janë. Marti? Oh, përsëri jo. Marti! Marti! Çfarë ke tani, buton? Te lashe të më dha, ata, çfarë po thua kështu se nuk të marr vesh fare? Oh jo, na gjetën përsëri. Na gjetën. Dhe ata nuk tallen, po na kapën këtë herë, do t'jemi në të lashe të më dha. Marti, pritun. Në fillim dalim që këte Ili, do të flasim më vonë pastaj, dakor? Mos ka rip sigurimi kjo gjoja? Nisemi! Ata po shkojnë drejt zonës B22. Ata po shkojnë drejt zonës B22. Zona B22, kapiten. Shkërqyeshen, tani do t'i kapim tek shpella. Marti! Po ecim shumë shpejt, të lutem t'ja talësoje! O, zot, duket sikur po na arrin. Nuk ka rrugë tjetër, duhet shkojmë te kodrat shkëmbore. Marti, te kodra shkëmbore ka... Ka një maj, nuk mund ta kalojmë atë. E di shumë mirë, mbau fort buton. Do ta kapërcejmë se s'bën. Do ta kapërcejmë? Ule kokën, Eli! Këto janë gjurmët e makinës së Martit. Wow! Ja dolëm më në fund. Janë makinë rikoti. Herën tjetër mendoj të ecim më mirë. Mos ata po na mbjetin pesëri! Oh, nuk është e mundur! Na dolëm përpara! Shko djathtas! Oh! Çfarë? Eli, je sigur që ishte një ide e mirë? Ha? Kam frikë se nuk do dalim dot që këti. Nuk e kam parë kur këtë vend. Si do t'ja bëjmë? Kam një parandjenjë shumë të keqe për këtë. Oh, mos, ja ku janë. Ora e lojës mbaroi, fëmi. Është e qartë, kemi rënë brenda në kurth. Jo nga Johan! Ka një dalje prapa nesh. Marti, të dorëzohemi, bëma që sa mundëm! Nesun përpara! Utak, kapi një! Po tani çfarë? O zot, sa e madhe është! Marti! Marti, më lërë të hype të lutem! O, ky që nga njerë së i madhe! Marti, shiko, është edhe një tjetër atje! O zot, ky që nga gjigant fare!
Kjo ishte morë në fund. Nuk mund ta besoj që po e bëjmë gjithçka për shkak të dy fëmijëve. Çfarë? Çfarë është ajo? Marti, mirje? Çfarë, babi? Billy! Ti duhet të dalësh jashtë. Kapeni, tani! Zito, ti gjandej të lutëm. Shko shpejt në një vend të sigurt. Marti! Hey, baba! Gjata Charlie! Atë shejtan të vogël do ta vras fare. Hë? Baba! Por çfarë? Jo, nuk ka mundësi. Jo! Tërhiquni me njëherë! Tani për tani! Babi! 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 Gjata Charlie! Gjata Charlie! Marti! Babi! Je mirë, babi? Unë jam mirë, Marti, mos ki frikë. Ne duhet ikim sa më shpejt që këti. Gjithçka do t'jetë mirë, të premtoj, babi. Pra këtë gjë ka kurdisur Grushti. Lojra të thjeshta fëmijësh, ëh?